Këtë vit është hera e parë që një botëror do të luhet me 48 përfaqësuese. Një propozim tjetër, që lidhet me shtimin e skuadrave, tashmë është konkret dhe FIFA duhet ta shqyrtojë. Bëhet fjalë për botërorin e ardhshëm, atë të vitit 2030, ku CONMEBOL shtroi idenë për të ardhur një tjetër zgjerim. Këtë herë bëhet fjalë për 66 përfaqësuese. Kjo do jepte mundësinë edhe shteteve që asnjëherë nuk janë parë në botëror. Një prej tyre është Shqipëria, që mund të shfrytëzojë mundësinë e saj. E prerë është ideja që nuk do të ketë botëror çdo 2 vite. FIFA e shikon të papërshtatshëm. Botërori 2030 ndërkohë do të jetë i veçantë, pasi vjen në 100 vjetorin e këtij kompeticioni, që është edhe më i rëndësishmi në futboll. Vendet pritëse janë Spanja, Portugalia dhe Maroku. Ndeshje të veçanta, konkretisht ato hapse, pritet të luhen në Uruguay, Argjentinë dhe Paraguay, për shkak të 100 vjetorit. Kombëtarja shqiptare e futbollit ka pësuar ndryshime të mëdha në radhët e stafit të saj me emërimin e Rolando Maran në kreun e kuqezinjve. Përveç ndihmësve të afërt të Silvinjos, nga stafi teknik janë larguar edhe shumë bashkëpunëtorë të tjerë. Një prej tyre është Ilir Bozhiqi, i cili ka qenë pjesë e kombëtares shqiptare në rolin e përgatitësit të portierëve që në vitin 2009, kur drejtimin e saj e merri Josip Kuzhe. Në vend të tij, FSHF ka vendosur që t'i besojë një emri i cili ka qenë edhe më parë pjesë e kuqezinjve në këtë rol, por në përfaqësuesen U21. Panorama Sport mëson se roli i përgatitësit të portierëve të kombëtares do i besohet Alfred Osmanit, ish portierit Dursak, i cili për disa vite ka qenë pjesë e stafit të U21 të Shqipërisë, si një nga ndihmësit e Alban Bushit. Ai më pas u bë pjesë e stafit të Orges Shehit, duke ndjekur teknikun Dursak në klube të ndryshme, ndërsa tani është kthyer përsëri pjesë e stafit të kombëtares, por tashmë asaj A. Kombëtarja shqiptare e futbollit do të nisë një cikël të ri në drejtimin e Rolando Maran, dhe kjo përfshin edhe një staf krejtësisht të ri. Presidenti i FSHF-s, Armand Duka, ka zyrtarizuar sot ndryshime të reja që do të bëhen në stafin e kuqezinjve gjatë një ceremonie të zhvilluar në nder të Silvinjos, Zabaletos dhe Doriva, të cilët kanë mbyllur ciklin e tyre. Duke qenë se ne sot jemi për këtë lloj ndryshimi, për t'i falenderuar stafin e ekipit kombëtar, në të njëjtën kohë do të doja të falenderoja sepse edhe një pjesë tjetër e stafit është zëvendësuar. Do të doja të falenderoja Ilir Bozhiqin për kontributin e tij në ekipin kombëtar, për më shumë se 3 vite, për punën, për kushtinin dhe profesionalizmin e tij. Do të doja të falenderoja edhe Luka Laurentin dhe Alarico Rosin, të cilët edhe ata do të zëvendësohen. Një falenderim shumë i madh nga unë dhe nga i gjithë FSHF për të gjithë kontributin tuaj për ekipin kombëtar, dhe në të njëjtën kohë, unë ju uroj që të keni vetëm suksese në futboll, por padyshim që të keni një jetë sa më të mirë dhe të shëndetshme. Derën në Shqipëri do ta keni të hapur, padyshim që do të jeni pjesë e eventeve tona në çdo moment, dhe uroj që të keni vetëm momente të bukura dhe momente gëzimi. Faleminderit edhe një herë të gjithëve dhe urime. Ishin fjalët e Dukos. Ilir Bozhiqi ka qenë përgatitësi i portierëve të kombëtares shqiptare prej shumë vitesh, duke qenë në stafin e kuqezinjve që kur ajo drejtohej nga Josip Kuzhe dhe ishte asistenti më i vjetër në radhët e saj. Luka Laurenti ka qenë përgatitësi atletik i përfaqësueses, ndërsa Alarico Rosi ishte videoanalisti i afruar gjatë periudhës së drejtimit të Kristian Panuçit, i cili më pas u bë edhe shefi i përgjithshëm i departamentit të analizës dhe inovacionit në FSHF. Mbetet të shihet se kush do të zëvendësojë këto emra në stafin kuqezi, dhe nëse të larguarve do u ofrohet një rol tjetër brenda institucionit.